Edukata jonë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam fillon nga besimi i drejtë në te. Duhet me besu në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Çka nën kupton me besu në Muhammedin alaihi salatu wasallam? Fillimisht me besu në te se është i dërguar i fundit i Zotit. Mas ti nuk ka pejgamber më. Nuk dërgon Allahu xhallahu pejgamber mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai është i dërguar për të gjithë njerëzit. Nga sa ai tha, që kurse Allahu i përcolli këtë fjalë në Kur'an, inni rasulullahi ilejkum jami'an. Unë jam i dërguar juaj o njerëz tek të gjithë ju. Andaj mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pejgamber, nuk ka profet, nuk ka të dërguar. Dhe ai që mendon ndryshe nuk është musliman. Mësimet e tij mbeten mësime funksionale, aktive, deri në gjykimet. Nuk ka askush që ka mundësi me i derogu apo me i shfuqizu mësimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu beson çdo musliman, dhe kjo është bindja e çdo muslimani. Nga besimi në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të ndërlozur është edhe të vërtetojmë dhe pranojmë tëra që ai me të ka ardhur. Ai ka ardhur me shumë mësime, ka ardhur me shumë udhëzime. Çdo udhëzim, çdo mësim që ne e vërtetojmë nga ana e dietarëve, nga ana e rregullave që dietarët i kanë përdorur për verifikimin e fjalës së pejgamberit alayhis salatu wasallam. Nëse vërtetojmë se kjo është fjala e pejgamberit alayhis salam, kjo është një udhëzim i pejgamberit alayhis salam, ne obligohemi me besu në të pavarësisht a mund ta kuptojmë deri në fund, a mund ta kuptojmë në aspektin e pamjes, si me pa, pavarësisht kësaj, ne besojmë. A ka thonë kështu Muhammed e sëmë, ka marrë fund. Nuk është nga edukata me pejgamberin alayhis salam që të themi se kështu ka thonë pejgamberi sa më tash koha është ndryshe. Kjo është për edukat. Pse? Nga se kjo është një akuzë shpifje ndaj shpalljes që me te ka Muhammedi alayhis salam. Allahu që e ka dërgu pejgamberin, a e ka ditë çfarë ndryshime ka menduar tek njerëzit? A e ka ditë Allahu xhallahu ala çfarë mase kanë më u zhvilluar dhe më përparu njerëzit? E ka ditë Allahu xhallahu. Në kuadër të besimit në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam besojmë se i dërguari alayhis salam është i pagabueshëm. Është i pagabueshëm në transmetimin dhe kuptimin e shpalljes. Nuk ka gabuar askund. E ka përcjell shpalljen saktësisht me besnikri dhe vërtetësi të plot, ashtu si e ka ngarkuar Zoti i Mënduar. Askush nuk guxon me menu që në ndonjë situatë ai ka pasur mundësi me gabu. Ndoshta Zoti s'ka thonë kështu, larg asaj. Kjo është shpërputhje jo vetëm me edukatën, por edhe me besimin në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ata besojnë bindshëm se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përcjell me besnikri, me saktësi, me vërtetësi, me përgjegjësi të plot tër atë që Allahu xhallahu ka kërkuar nga ti, nga ai. Dhe në kuadër të kësaj besojmë se ai nuk ka shtuar asgjë, as nuk ka munguar asgjë, e as nuk ka fshehur asgjë nga ajo që i ka shpallur Allahu xhallahu ala. Prandaj feja është e plot. Allahu xhallahu ka thënë: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Kjo është ajeti i fundit që i ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i ka zbrit në haxhin lamtumirës para mira e mira besimtarëve. Allahu ka dëshmuar para krejt asaj masë të njerëzve dhe pastaj përmes tyre krejt njerëzimit se feja është e plotësuar. El-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot u plotësova fenë e juaj. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe përmbusha begatin time ndaj jush. Wa raditu lakum al-islam dinan. Dhe jam i kënaqur që feja e juaj tjetë islami. Dhe qartë, cili islam tjetë feja jonë? Qaj islam që ka me te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Gjë islam tjetër mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk është ai që është Allah i kënaqur me te. Prandaj çdo vepër, çdo fjalë, ne duhet që ta kthejmë te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A është në përputhje me udhëzimin e tij apo nuk është në përputhje me udhëzimin e tij? Nga edukata me të është edhe ta dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dashuri e cila te i kalon çdo dashuri posa Allahu te bareku teala. Muhammedi ka thonë: "La yu'minu ahadukum
hatta akuna habba ilayhi min malihi wa waladihi wa ahlihi wa nasi ajma'in. Nuk ka besuar si duhet askush për juve derisa unë të mos jem më i dashur tek ai se pasuria e tij, familja, fëmijët dhe këtë njerëzit përgjithësi. Veç dashnia për Allahun është më e larta. Pastaj dashuria për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe besimtari e don pejgamberin më shumë se vetën e tij. Nganjëherë e lën veten keq, nganjëherë për veti diçka nuk merr, nganjëherë edhe ndoshta prish rahati për me zbatuar një urdhën e pejgamberit alaihi. Pse? Se ai është më i dashur se rahatia jonë. Ai është më i dashur se qetësia e se mirësia, madje se gjithçka që kemi në kësaj bote. Kjo është e qartë që kështu duhet muslimani me besu në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu të ndëruar vëllezër, nga edukata me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e që ka lidhje të ngushtë me dy të parat, me besimin dhe dashnin, është ta njohim Muhammedin alaihi salatu wasallam. Ta njohim kush është ky njeri. Të njohim biografinë e tij, të njohim jetën e tij, të njohim stacionet e rëndësishme të jetës së tij, që nga lindja e deri te shpallja, e pas shpalljes, qëndrimi në Mekë, ç'a e karakterizon Mekën, çfarë ka ndodhur në Mekë, pastaj disa zhvillime të mëdha në Mekë, sikurse për shembull Israja dhe Miraxhi, ngritja e pejgamberit në qiell, udhimi i tij i jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm. Pastaj shpërngulja e tij, pastaj në Medinë kur ka shkuar, ngjarjet e rëndësishme në Medinë, betejat e tij, udhëzimet e tij, mësimet e tij, është më rëndësi me ditë muslimani. Një njohje e përgjithshme, një libër sado qoftë i vogël i lexuar nga fillimi deri në fund për biografitë e pejgamberit është obligim për muslimanin, është edukata e muslimanit që kur dikush të pyet për pejgamberin e tij, me ditë me kallëzu kush është, çka ka bëu, ku ka shku, çfarë ka ndodhur e kështu me radhë. Nga njohja e besimtarit për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është me njoft fjalët e tij. Çka ka thënë pejgamberi sa? As mundem me njoft këtë të fjalë ka shumë, mirë po disa më thonë. Me thonë dikush, hajt tregoma çka ka thënë pejgamberit. Son thoshti, po më duket që ka thonë. Jo, me ditë spaku disa thënie me ditë përmendsh. Këto janë të vërteta. Janë të vërteta në kleta. Është nga edukata ndaj tij me njoft fjalët e tij. Disa nga fjalë që kur të përcjellim çfarë ka thënë, të jemi korrekt, të jemi sakt, të jemi perfekt, nga se nuk po transmetojmë nga njëri rëndom, po transmetojmë nga njëri veçantë, që fjalët e tij nuk janë fjalë të rëndomta, janë fjalë të shpalljes, janë fjalë të Allahut te barekuhu teala. Andaj nga edukata është me njoft pejgamberin, me njoft biografinë e tij, me njoft udhëzimet e tij. Minimumi ato që të përkasin ty, që kanë të bëjnë me ty. Qysh ka jetu pejgamberi sa? Qysh ka flet pejgamberi sa? Qysh ka hangut shuvesh? Qysh ka ec? Qysh ka ndaj në përneja? Qysh ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Elhamdulillah sot ka shumë ligjërata, ka libra që mundesh me u furnizu dhe të pajisësh me dije të duhurat e të vërtet lidhe me këtë çështje. Andaj mos hezitoni që të keni në shtëpiat juaj një libër që flet për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Por nga librat e përmbledhur që flasin i ka përmbledh shumë thënie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam libri Riyadus Salihin. Një libër që ka shkruar një dietar i famshëm e ka quajtur domthon kopshti i njerëzve të mirë. Do njerëz të mirë në çit kopsht hin ato. Ai ky kopsht kur himra çka gjojnë? Fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga librat e mirë që flasin për biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe libri Nektari i Vulosur, ose për shembull një libër edhe më i vogël për fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 40 hadithe e Neveviut. Imam Nevevi rahimullah e ka shkruar librin e parë e librin e dytë. 40 hadithe, 40 hadithe, me lexuar shpe. Domthonë është me të vërtetë nga edukata ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të njihemi me këtë biografi, merrni libër e lexoje bashkë me ato të familjes. Ditë për ditë ka një faqe, ka dy faqe, vallahi për një vit një libër e kryeni edhe kalon për stacionet kryesore të biografisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sot njerëz dinë informata për njerëz ndryshëm të ndrozët, për gjithçka dinë. Për domthonë profile të ndryshme, nëse është me të vërtetë e mjerueshme, është me të vërtetë shqetësuese kur më spaku çka dim është për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nga edukata për të është ta njohim jetën e tij, të njohim fjalët e tij, të njohim udhëzimet e tij. Sa të kemi mundësi.
Dhe e fundit të ndërrudhëzër nga edukata me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është që ta mbrojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta mbrojmë në forma të ndryshme mbrana mundësive që kemi. Kur dikush për shembull të keq për të, ta mbrojmë duke mbrojtë atë me fakte, me argumente. Nuk ka qenë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është kjo e vërtet. Kjo është shpifje e kështu me radhë. Po për me mbrojtë duhet me ditë, me njoft e kështu me radhë. Nga mbrojtja e pejgamberit sa është me mbrojt me edukatën tonë, me sjelljen tonë. E mbrojmë kur sillemi mirë. E mbrojmë kur jemi të edukuar, të sjellshëm, të moralshëm. Nga se kur që tenton me e njollos imazhin e pejgamberit sa, sjellja jon ka me demantu, ka me demasku. Edukata jon, formimi jon ka me demasku. Për faktin se na me sjelljet tona, me veprat tona tregojmë se çish na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj të ndërlozë, ta mbrojmë me fjalë, ta mbrojmë me pasurinë tonë që të kena mundësi në botimin ndonjë libër, në përhapjen ndonjë ligjërate, ndonjë mësimi të caktuar, çka të qoftë, që ka me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, po edhe me sjelljen dhe me edukatën tonë, që të cilëmi mirë në familjet tona, në rafshin bashkëtorë, që të cilëmi mirë me fëmijët tanë, me fëmijët tanë, me të afërmit tanë, me njerëzit përgjithësi, që kështu të shpërfaqim edukatën që e kemi marrë nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.